Heidi kishte vendosur të rrinte edhe disa ditë më tepër në Frankfurt për hatër të Klarës. Vajza e paralizuar e dhimbsej shumë, dhe Heidi kishte filluar të kuptonte që Klara pa të nëpër këmbë ndihej shumë e vetmuar. Do me thënë, ti e voglushja Adelaide që ka ardhur nga mali. Mos ki frikë prej ti. Më quajnë Heidi. Si? Emri i saj është Adelaide, por ajo nuk do ta pranoj sepse është kokfort. Asnjë fëmijë normal nuk mund të quhet Heidi. Dhe pastaj nuk është detyra jote të shtysh karrocën e zonjushës Klara. Ka shërbëtor shtëpia për këtë punë. Mund ta bëjnë më mirë ata. Pse? Unë e bëj me kënaqësi. Jo, mjaft me kaq. Më vjen keq, por nuk do të jetë lehtë të merreni me të. Mbi të gjitha nuk ka një sjellje as pak të mirë. I merr gjithmonë gjërat personalisht. Dua t'ju them edhe diçka tjetër, nuk di të lexoj asnjë shkronjë. Është e vërtet, Heidi nuk di të lexoj, por di shumë gjëra të tjera. Mos harroni quhet Adelaide. Ju të dyja shkoni të prisni në studio. Më duhet të flas pak me mësuesin tuaj. Do jemi të qeta. Sebastian, shoqëroj vajzat për në studio dhe mbyll derën, të lutem. Çfarë situate? Ndihem jashtë mase në siklet, po çfarë mund të bëj tjetër? Ndihem e detyruar. O jo, gjithçka do të shkojë mirë, vetëm pak kohë do të më duhet sa të fillojmë nga alfabeti. Jo, kjo do ta kthente prapa zonjushën Klara. Nuk mund të filloni përsëri nga alfabeti. Ajo po duhet të vazhdojë në atë pikë ku e ka lënë. Jo, në këtë rast nuk jam përgjegjës për rezultat. Po nëse i futeni punës, sigurisht që do t'ja dilni mban. Ju lutem, unë ju njoh shumë mirë. Ju do të gjeni një rrugë zgjidhje. Bën ndonjë gjë tjetër, pse ankohesh gjithmonë, Heidi? Nuk jam mësuar të ri ulur mbi karrige. Kaq e vështirë është? Jo, është shumë e butë. Pa më thuaj, në çfarë karrige shuleni atje në mal? Një karrige druri. Gjyshi kishte bërë një karrige të veçantë posaçërisht për mua. Aty ndihesha rahat dhe shumë mirë. Merre Heidi, kjo është për ty. Imja, Nepja, kam edhe unë një karrige. Karrige e parë personale, karrige. Sa karrige bukur. Po u rrëzove, do na qortojmë përsëri. Nuk është për të lëkundur, je më e kujdesshme. Pater, nuk mund të lëvizësh kur mëson? Po, nuk duhet të lëvizësh, duhet të dëgjosh mësuesin dhe të jesh e kujdesshme që të mos gabosh kurrë. E keqja është se kur qëndron shumë kohë ulur, mund të lodhesh, por s'duhet të shtriqesh kurrë ashtu siç bëre më parë. Çfarë? Nuk mund të shtriqem kur jam e lodhur? Jo, për asnjë arsye. Do me thënë kështu mësohet. Kisha krijuar një ide shumë ndryshe për studimin. Mendoj se do të jetë shumë e mërzitshme për mua. Nuk do t'ja dal kurrë mban. Po si, nuk e dëshirë të mësosh? Nepja hap gojën 20 herë gjatë ditës dhe gjyshi nuk i bërtet kurrë. Kush na qen ka ky Nepja që hap gojën 20 herë në ditë? Një qen shëmbullor dhe i bukur. Nëse të hapet goja, këtu të detyrojnë të pish ilaç. Nuk e di se çfarë efekti ka, po është aq e hidhet sa që sëmuresh me një herë, prandaj përpiqu që... Bashkë sqaruam të gjitha, tani është radha juaj. Do të fillojmë mësimin pikrisht aty ku e lam dje, më kuptove besoj, E marr me mend që fillimi do të jetë pak i vështirë për ty, por me pak vullnet të fortë, gjithçka do të shkojë mirë. Je gati? Pa. Ja. Pa të shikojmë pak në çfarë niveli je. Vështirësia që ka gjuha gjermane në gërmat e vogla dhe të mëdhaja nuk ekzistojnë në gjuhë të tjera, sepse ata fillojnë me shkronja të vogla përveç emrave të përgjithshëm dhe fillimit të fjalisë. Mos haro, fjalia fillon gjithmonë me shkronjë të madhe. Kështu për shembull fjalia lopa kthehet në shtëpi fillon me shkronjë të madhe. Ne kishim vetëm 10. Në gjuhën gjermane, pasi kemi vendosur 2 pika, fillohet gjithmonë me shkronjë të madhe.
Për shembull, udhëzim, vendosni 2 pika, pini një kokër çdo 2 orë. Në këtë rast fjala pini shkruhet me shkronjë të madhe, pastaj shkruhen me shkronjë të madhe gjithë emrat e zakonshëm. Si për shembull, qielli, toka, fëmia, farefisni, përgjegjësi, i huaj, qen, mace, taksë, kanerin, lule, bari, era, dielli, mali, uj, vend, ëndër, lumturi, pranvera, dimri, bor, mjegull, gjyshe, xhaxha, mama, daj, motor, vëlla, mik, gjysh. Gjysh, ku është? Mos u largo, po vini një herë. Adelaide! Adelaide! Gjysh, jam këtu. Oh, jo, mos! U derdh boja në tapet! Shërbetor, shpejt, ndim! Sigurisht, si gjithmonë këtu nuk përgjigjet njeri! Gjysh! Pash për sëri ëndër. Tu s'ka as pem as male. Jam në Frankfurt dhe nuk kam as gjyshin as Peterin dhe as një dhi. Adelaide! Jam kurioze të ditë çfarë lloj justifikimi do të nxjerrësh tani? Unë kujtova se më kishte ardhur gjyshi. Kujtova se këtu jashtë mund të ndjej ajrin, të shikoja malet, lumenjt edhe pemët. Pem? Këtu në Frankfurt? Mjaft fole për qartë, këtu nuk jemi në pyll. Eja brenda nxito. Nuk mund të ndërpresi mësimin për fajin tënd. Mirë, po mos më të rish këtu. Ashtu. Eja të shikosh se çfarë ke ngatëruar, Adelaide. Më vjen vërtet shumë keq. Nëse nuk mësohesh të rish drejt në karike, atëherë do të lidh, kuptove? Ka ndonjë gjë për të parë? Në fund të fundit gjithmonë unë i paguaj telashet tuaja. Më vjen vërtet shumë keq. Mund t'ju ndihmoj? Hiq i duasht, nuk dua të kem probleme dhe punë të tjera për fajin tënd. Zonjusha Klara po të pret në dhomën e saj, merrem unë me këtë. Mirë. Po ndërroje për malet e tua, nuk po arrin të përshtatesh në Frankfurt, apo jo, Heidi? Ja. Zot më pëlqente kurraj sa shtëpia e gjyshit. As nuk arrit ta imagjinoj, a ke mundësi të ma përshkruash? Po, unë mund ta provoj, por besoj se do të na duhet shumë kohë. Po ne kemi. Po, por, Quhet Hansi, ma kanë dhuruar për ditëlindje. Përse e ke mbyllur Hansin në kafaz? Si? Zoq duhet të fluturojnë të lirë, prandaj kanë krahët. Po ta lë të lirë do largohet për gjithmonë. Një herë kisha një zog të vogël që fluturonte gjithandej. Ja kisha vënë emrin Çip. Vërtet? Por nuk mund ta mbash një zog pa kafaz. Çipin pa, u kujdesa për të, pastaj e lash të fluturonte i lirë. Duhet të ketë qenë shumë i bukur. Po, por zogu nuk ishte miku im i vetëm, kisha shumë miq në mal, afërsisht 100.000 kafsh. Vërtet? Po, kisha vërtet shumë. Hapa atë zyrtarin aty, Heidi. Si jam prej vërteti, por prap se prap i dua të gjithë. Kjo të ngjan shumë ty. Është një kukull që fle, di të hapi dhe të mbylli syt. Po. Duke tamam si e vërtet. Kam dhe gjëra të tjera. Ja, hapa atë zyrtarin. Ke akoma kukulla? Fustanet e tua janë të gjitha? Sigurisht, edhe ti kaq shumë fustane sa unë ke? Unë? Unë jo. Ky është fustani vetëm që ke? Ka gjëra të tjera aty, shikoj. Edhe këto kapele të gjitha të tuat janë? Po, sigurisht. Edhe mua më ka dhuruar gjyshe një. Po i të shkoj ta marr. Si të duket? Nuk kam parë kur një kapele të tillë.
Adelaide këtu? Ti nuk mund të hysh këtu pa lejen time, qartë? Nuk është faji Hajdit, e luta unë që ajo të vinte këtu. Atëherë ke bërë shumë gabim. Askush nuk mund të hyjë në këtë dhomë pa i dhënë unë personalisht leje. A je qartë për këtë, Adelaide? Pa. Eja. Zonjusha Klara duhet të pushoj gjatë pasdites. Edhe ndërkohë që ajo pushon, ti mund të bësh çfarë të duash, por pak të kapele të tmerrshme në kokë. Ja! Kush e di nëse kjo kapele nuk ka qenë në stallën e dhive? Sa të tmerrshme kur e mendon. Ma kthe kapelen! Jo, dua kapelen time! Ja! Pse është kaq e keqe? Kapelja ime, një kapele vetëm për mua. Shikoni çfarë kapele je. Kapelja ime, një kapele vetëm për mua. Unë kam një kapele personale. Sa e bukur është kapelja. Qi, prit pak, shikoje kapelen time. Gjyshi më ka dhuruar një kapele. Zbrit nga dal. Dëshiron të kthesh në shtëpinë tënde në mal? Edhe unë do doja shumë. Eja, dil! Mund të kthesh i qetë në shtëpi, jam unë këtu. Tani Klara nuk është më vetëm, eja! Mos ki frik! Forca, bëj fort! Cip! Roza, Rozina, cilin trëndelina. Ja dhe dritare të hapa, tani mu të fluturosh për jashta. Çfarë pret, dritarja është e hapur. Bëj të falja Cipin nga ana ime nëse e shikon mirë. Adelaide! Wow! Oh, mos lëviz! Qetësohu! Qëndro aty ku je! Mos lëviz! Mos ki frik, voglushja ime! Zogu i zonjushës Klara! Hansi, ja shpejt! Hansi! Mos e kapni, duhet të jetoj mirë! Hansi! Hansi, dritarja është e hapur! Çfarë ka kështu? Me siguri duhet të jetë Hajdi. Po vazhdove kështu, do të më kaputen gjunjët. Zogu i preferuar i zonjushës Ç'po bëjnë kështu? Do më lesh të qetë moj vajze të mërshme që vetëm të lashë sjell. Ndaloni! Shumë mirë! Por nuk doja të bëja asgjë të keqe. Zogu i mund të fluturonte ku të donte, edhe mua më vinte keq. Zogjve nuk ju pëlqen të jetojnë të mbyllur në kafaz. U lodha me justifikimet e tua. Tani do të rishe mbyllur këtu brenda derisa të mësosh se si duhet të sillesh. Mjaft. Dhe nëse nuk bindesh do të dënoj. Që nga ftohtë këtu. Shumë ftohtë.
Është shumë qetësi kur nuk e atë në përkëmb. Tinet, shko të marrësh atë trazovaçe në qilar. Si udhëron zonjusha Rottenmeier. Mund të dalësh. Zonjusha Rottenmeier tha se duhet të vish lart. Eja pra, nxito. Ah, sa e pa bindur je. Eja pra, eja. Oh! Çfarë ke, po tani, çfarë bëra? Zonjush, e janë i shpejt, shikoni që ka bërë. Nuk dua të dëgjoj të më ulërasësh në këtë mënyrë të pa edukat. Po kësaj radhe çfarë ka sajuar? Adelaide, çfarë bën ashtu me fundin? Shikojini vetë, të frikshëm, të tmerrshëm. Tinet! Duket që je përmirësuar, dëshiron të më tregosh në një gjë? A nuk janë të lezetshëm zonjusha Rottenmeier? Po, minj? Jam vërtet mirë? Mos i lër të largohet, mos i lësho të lutem! Nuk bëjnë asgjë të keqe. Shikoj sa të lezetshëm janë. Shikoj. Ke të drejtë, në një farë mënyrë janë të lezetshëm. Janë të lezetshëm, por është më mirë t'i largosh që këtej, po t'i mbash për shumë kohë në natyrë do të mendoj se i ka ndodhur diçka e keqe. Në rregull, si të duash. Klara. Pa shiko, pse u tremën kaq shumë? Nuk e di. Shiko sa të shpejt janë. Tani askush nuk mund t'i kap dot më. Nuk do t'i kap më kurrë askush. Ju vë në djeni se nuk kam as një mi në shtëpi. Je i sigurt? Ndoshta ka mbetur edhe ndonjë? Nuk ka as një shenjë miu në të gjithë shtëpinë, mos keni frikë. Po të mos jetë e vërtet, përgjigjesh ti për këtë. Të gjithë min t'u larguan, shikoni edhe vetë. Nervat e mi të gjorë. Po kalova edhe një ditë tjetër si kjo do të ndëroj profesion. Kujtime të vështira. Mos të ta dëgjoj fare zorin. Nuk meriton asgjë. Në shinxet. Zogu u kthye. Është e vërtet, u kthye. Isha e sigurt për këtë, e dija që do të kthej në kafazin e tij. Çfarë ndodhi? Përse nuk u kthive në shtëpinë tënde në mal? Në kafazin e tij ndihet shumë më mirë se në çdo vend tjetër. Këtu është shtëpia e tij, jashtë ndihet si i humbur. Jo, nuk e besoj. Por Heidi, nuk janë të gjithë si ty, Heidi. Ndoshta Zogu nuk i njeh fare malet e tua. Më ngjan mua. Ndihet mirë në këtë shtëpi sepse vetëm mua më njeh. Ja. Po Heidi, ky Zog është shumë i lumtur këtu me mua. Ti e kujdesur për zogun tënd në mal, ndërsa unë për këtë.
Por të paktën një herë duhet të shkoj të shikoj se si jetojnë zëqë të lumtur në mal. Fluturojnë të lirë me krahat e tyre dhe shkojnë deri lart te kryet të qell. Po, lart e më lart, fluturojnë, fluturojnë. Ata mund ta bëjnë. Të ofendova, Klara? Vajza, drejka është gati. Kësaj herë duhet të nxitojmë, për ndryshe do të na qortojmë përsëri. Në rregull. Atëherë mbau fort. Të them diçka, Klara, tani më erdhi ndërmend. Një ditë dua të çoj në mal, do të tregoj gjithçka, dhe pasi të kesh parë gjithçka, do ta kuptosh ç'desha të thoja më parë me zogun e lirë. Vërtet? Oh, po. Malet janë shumë të mrekullueshme, nuk mund ta imagjinosh sa shumë. Kudo ka lule dhe dhi, këmbanat e tyre kumbojnë. Lulet kanë erë shumë të këndshme. Në përkodra, ndonjëherë në verë ka ende por. Më beso, Klara, do të çoj në fshat, pastaj në një vend më të lartë. Po ti do të harrosh. Jo, nuk do të harroj. Të premtoj. Duhet i shikosh dhe ti lulet, luginat dhe zë që fluturojnë të lirë. Klara nuk e njihte ende mirë Hajdin dhe nuk e dinte që nëse Hajdi i shkrepi diçka në kokë, nuk pushonte derisa ta realizon. Dhe nëse Hajdi kishte premtuar shokjes së saj të dashur Klarës që një ditë do t'i tregonte malet që i donte aq shumë, sigurisht që do ta mbante fjalën, që një ditë do t'i tregonte malet e saj. Por deri atëherë kishin shumë rrugë për të bërë, dhe Hajdin e prisin edhe shumë aventura të tjera të mëdha në qytetin e madh të Frankfurtit. Për shembull si ajo me djaloshin e vogël muzikant që pa në obor. Pa u menduar gjatë, e ftoi në shtëpi që të luante me zënjushën Rottenmeier, por këtë do t'ju tregojmë herën tjetër.